me 80 euro merr 1100 euro, me 120 euro merr 1600 euro, me 160 euro merr 2000 euro. Paratë falsifikuara janë duke mbulu tregun në Kosovë. Kjo veprimtari kriminale po bëhet e përditshme në Kosovë, pasi që qaset e këto para, pra paret fals, veç sa po lehtësohet çdo ditë e më shumë. Përkundër aksioneve të shpeshta të policisë që kanë goditur grupet kriminale që janë marrë me këto veprimtari, kjo veprimtari po vazhdon të përhapet më të madhe edhe në rrjetet sociale. Shikojeni fazën në fjalë që na ka dërguar një qytetar te Gazeta Nacionale. Ai reklamon paratë falsifikuara me kualitet të lartë, ndërsa thonë që sigurojnë transport në të gjithë botën. Kur janë kontaktuar, të njëjtit janë përgjigjur brenda pak minutash. Përshëndetje, çmimet për parë fals janë: me 80 euro merr 1100 euro, me 120 euro merr 1600 euro, me 160 euro merr 2000 euro. Paratë janë kualitetit më të mirë, në të gjitha porosit nuk dështon, është e sigurt, pagesa në kripto përpara dhe porosia brenda 2 ore vjen te ju. Pra kjo faqe kërkon parapagesë përmes kriptovalutave, pasi që janë pagesa të pazurmueshme. Nuk duhet emër e mbiemër se kujt po i dërgon para. Gjithashtu të njëjtit nuk pranojnë takime live, pra nuk takohen personalisht fizikisht me juve. Dhe na kanë bllokuar në momentin që i kemi pyetur nëse mund të dërgojmë para përmes ndonjë filiali financiare. Ani pse faqja në fjalë nuk e din nëse jemi në Kosovë ose Shqipëri apo diku tjetër, faqja garanton që porosia vjen brenda 2 orëve. Kjo ngrit dyshime që i gjithë ky marketing mund të jetë edhe mashtrim. Qytetarët duhet të kenë kujdes, mos të bien viktimë e këtyre faqeve dhe mos të bëjnë porosi të tilla, duke marrë parasysh se kjo përbën edhe vepër penale. Kodi penal i Republikës së Kosovës përkatësisht neni 296, falsifikimi i paras, thotë që kushdo që prodhon para të falsifikuara me qëllim për të vënë në qarkullim, si të vërteta dënohet me burgim prej 1 deri në 10 vjet. Ndërkaq kushdo që duke e ditur se paraja është e falsifikuara, merr, vën në qarkullim, transporton, pranon, përdor ose posedon paranë e falsifikuar me qëllim që ta vënë në qarkullim si të vërtet, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Me gjobë ose me burgim deri në 1 vit, mund të dënohen edhe qytetarët që kanë dijeni për prodhimin apo përdorimin e parave të falsifikuara dhe këtë nuk e raportojnë. Gjatë vitit 2025, Policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë ka ndërmarrë disa aksione duke goditur grupe të caktuara të organizuara kriminale që merreshin me prodhimin dhe shitjen e parave të falsifikuar. Veç në muajin tetor të këtij viti, Prokuroria Speciale ka njoftuar se kanë arrestuar 2 persona, ku janë sekuestruar 40.000 euro të falsifikuara. Aksionet të tilla kishte pasur edhe më herët, edhe në nëntor të vitit 2023, pra prej aksioneve të mëdha të policisë, pas përhapjes së madhe në treg të monedhave me vlerë prej 2 euro, të cilat ishin të falsifikuara. Prokuroria Speciale kishte njoftuar se në një aksion policor ishin arrestuar në flagrancë 6 persona, ndërsa ishin sekuestruar thasme nga 2 euro metalike në vlerë prej 85.000 euro. Qytetarët duhet pasur kujdes në rastet e tilla, sepse mund të jenë viktima të mashtrimit ose me ose pa vedije mund të përfshihen në vepra kriminale të cilat janë të dënueshme sipas legjislacionit në fuqi.